Por çfarë do të thotë realisht të investosh në pasuri të palujshme? Se shumë njerëz blejnë një apartament dhe e quajnë investim. Jo çdo blerje është investim. Investim është kur blen në momentin e duhur dhe në zonën e duhur, ma përpara se vlera të rritet. Le të marrim një shembull, nëse blen një apartament sot me 1600 euro për metër katror, në 3 vitet e ardhshme, nëse marrim një rritje akumulative nga 15% çdo vit, në fund të 3 viteve vlera pronës do të ketë arrit mbi 2400 euro metër katror. Mandej ke kthimin nga qiraja që mesatarisht në Shqipëri është 4 deri në 5% në vit. Pra, për një apartament që ti blen rreth 100.000 euro, ti ke kthim investimin nga ky apartament 4 deri në 5.000 euro në vit. Pra, në 3 vite ta kanë të fitosh rreth 15.000 euro nga qiraja dhe 50% nga rritja e vlerës ose thonë ndryshe 50.000 euro. Pra, 65.000 euro fitim total në 3 vite. Pra, sekreti është ku po zhvillohet tregu dhe kur të hysh. Pra, ai që vendos të blej sot, ka 2 përfitime. Edhe vlerën e rritur të pasurisë gjatë viteve, por edhe shfrytëzimin nesër nga qiraja.